E tha zoti Klosi. Pushteti është, po patjetër. Isha në lidhje live, vetëm për treguar një rast dhe menjëherë vazhdo argumentin se kemi edhe kohë. Ishte numërimi i Dibër, si qarku Dibër, ishte ora 2 e mëngjesit, teksa ishin duke dalë rezultatet finale të qarqeve, dhe ne ishim lidhje live me zotin Klosi, dhe teksa ai tha që ka përfunduar, jemi të lumtur me rezultatin, gjëja e dytë që tha është që tashmë fillon betejë për bashkit, po bëhemi gati. Ata kanë filluar punën, dhe unë të dua të them. Dhe e kanë thënë dhe publikisht e kisha zonja Kuçan, nuk është se... Nuk e fshejnë ata. Ata patronazhimin e kanë pjesë krenarie të tyre, dhe e thonë më shumë krenari patronazhimi. Nuk ishte të patronazhimi, të punës që ka nisur për bashkit. Nxjerrjen e dhënave personale. Pra, ata punojnë ndërkohë. Unë po ju ndaj eksperiencën time. Unë kam qenë shumë aktive në zonën ku unë kam pas përgjegjësi politike. Pra, ne kemi pas zonat të cilat kemi pas koordinim dhe përgjegjësi politike. Dhe kam pas zonën më të vështira në Durrës, që është ZAZ 23, që është zona e plazhit, është zona e Shkozetit, zona e Knetës që realisht është bastion i djathtë, por ata gjejnë mënyrat e tyre me leje, me legalizime falso, gjejnë mënyrat e tyre në mënyrë që njerëzit ti marrin dhe ti mashtrojnë. Ne kemi pas denoncime dhe unë kam pas denoncim në SPAK për legalizim, për mashtrim legalizimi, ku merreshin njerëzit nga zona e Shknetës, silleshin në Tiranë dhe ju jepej pikërisht aplikimi dhe jo legalizimi. Pra ne duhet i themi gjërat siç janë. Shko. Po ne e kemi çuar në SPAK dhe ne kur çojmë një çështje në SPAK ne marrim përsipër që çojmë dëshmitarët, të çojmë qartë, po me që po flasim edhe me zotin Sefa dhe menjëherë shkojmë te zoti Laska. Zoti Laska, mund ta kërkoni fjalën moment pas momenti kur keni edhe një replik mbi të gjitha. Këto gjërat çat kërkoj, unë nis flas, ju s'mbleni me fol, çat kërkoj. Kam të kërkues. Ju jeni në studio atje. Ndërkohë ju keni folur edhe nuk ju kemi ndërprerë në momentet e para, kështu që prandaj edhe unë her pas here, por kur ka një debat, unë nuk mund ta mbyll debatin, e të them, ta lëm debatin dhe le ti marrim një koment zotit Laska. Zoti Laska, për tek kësaj unë po sërish po ndërhyj për t'ju marr komentin, absolutisht. Ne gjithë kemi qenë pjesë e Forumit Rinor të Partisë Demokratike dhe jemi rritë Partisë Demokratike dhe e dim. Domethënë këto betejë kemi bërë historikisht Partitë Demokratike, se kështu ka qenë Partia Demokratike. Po, dhe sot jeni me qaste të ndryshme. Problemi është tjetër, që zoti Laska kur hyri në zgjedhje e dinte sistemin zgjedhor. Po. E dinte që nuk do merrte deputet as i qark tjetër sepse duheshin 7%. Këtë mos e thoni ju. Jo, ju lutem sepse zoti Lapaj në studion e Euronews Albania madje ka kërkuar maksimumin e deputetëve. Shumë mirë, do merrte 71, po unë po them gjë tjetër tani. Unë po them si është në terren gjëja. Edhe si ka 30 vjet që bëhen zgjedhjet. Se nuk është as hera parë që ka lëvizje të reja, parti të reja, po është hera disa. Atëherë pse bën këtë? Sipas jush e di marrë komentet zotit Laska. Shumë mirë bën që dolën. Se nuk pati një bashkëveprim politik. Në rast po marrim rastin konkret me që këto patronazhohen nëpër qarqet e vogla, nëpër bashkitë e vogla. Atje ku është ku njerëzit njihen më shumë me njëri tjetrin. Aty është patronazhimi më i theksuar, edhe më i egër, po ta them unë, patronazhimin. Ndërkohë, Tirana sot është metropol. Kush patronazhon ty në pallatin tënd? Diti kush është kryetari i partisë për kutin tënde? I Partisë Socialiste? Unë se di, te lagja ime. Në Tiranë nuk e di njëri fare. Zonja Kuçana, e dini ju? Në Durrës po. Unë po të them, në Tiranë nuk e di njëri. Tani, rezultati që ka marrë Shqipëria bëhet në Tiranë është më i madh se në Fier apo më i ulët se në Fier? Ku atje patronazhimi është më i egër në Fier, se po them është më e vogël. Edhe në Tiranë nuk, se nuk ekziston fare. Si ka mundësi që ka marrë rezultat më të lartë në përqindje, po them, në Fier se sa në Tiranë. T'ja marrë përgjigjen zoti Laska? Po patjetër. Zoti Laska, pyetjet u bëri zoti Sefa, kështu që përgjigjeni ju, po. Unë jam shumë i lumtur se kam edhe mik zotin Sefa dhe më pëlqen shumë kur më bën pyetje zoti Sefa. E dyta, ishte për të tensionuar më duket situatën. Kjo komedi, zoti Laska, se ishte gjithçka në një maksimum dhe menjëherë ra buzëqeshin gjithë të ftuarit. Sa i takon politikës është shumë e vërtetë që kodin zgjedhor dhe unë pranoj nisa ta thoja dhe nisa ta elaboroja që ne i kërkuam që në fillim politikës shqiptare që të ndryshonin kodin zgjedhor dhe Partia Demokratike e kishte në dorë në 2024 për shkak të vendimit gjykatës kushtetuese që thoshte shprehjimisht që nëse
nuk mundësohet vota e migrantëve, nuk janë të vlefshme zgjedhjet që do të mbahen. Dhe për këtë arsye, ne i kërkuam sigurisht Partisë Demokratike kryesisht, por edhe Partisë Socialiste, që të bënin ndërhyrje dhe të ndryshonin kodin në mënyrë të tillë që të jepnin mundësinë të gjithë partive, qoftë të reja, qoftë të vjetra, dhe çdo deputet që do të zgjidhej në mënyrë meritokratike dhe të mos kishim si sot deputet që nuk dihet nëse e ka votuar njëri apo se ka votuar njëri.